Në prodhimi? Në Mërtish. Në Mërtish, e vini këtu ke Iliri? Po. Ju kryesisht keni me kontratë? Po, me kontratë. Jeni të kënaqur me Kënaqur. me likuidimin me të gjitha? Po, me gjithë. Shumë mirë. Sot jemi 8 qershor 2025, që këtu me 10 fermerë që dorëzojnë prodhimin. Ilir punë mbarë. Marë bashkë. Theksove jemi 8 qershor 2025. Tu është fluksi i punës tani? Po. Tu ku ndodhemi ne? Ty në të kompania e Export, dhe pushimi shoferit. Punojmë me eksportin e kondicionit. Fermerët janë në gjithë zona në Leqes, darësisë kompleksa. Po shoh se kam të catë mitë këtu. Po, me tonë të punojmë. Kryesisht ti e ke me kontratë? Po, jo kryesisht, pasi gjithë me kontratë. Gjithë me kontratë? Gjithë kontratë. Prodhimi është i destinuar për ku? Bashkimin Evropian. Është me kontratë rregull. Po, me kontratë rregull. Se po shoh dhe agronomin këtu. Po, pa punën e agronomit, s'kena çfarë bëjmë ne. Sepse s'kena agronomin dhe fermerët në kot. Se më thej që ke... Ne bëjmë nëpërmjet recetave dhe pyetësorëve, përredhjen e vlerave, të cilat ne o kalojmë dhe nëpërmjet telefonit, dëndët aktive që ata kanë ta kenë më të lehtë për bashkëpunimin dhe me farmacisin dhe me sigurinë ushqimore. Ilir më thej që kishe një thirrje Vivian për gjithë emigrantët tonë. Po, unë do t'ju bëj një kërkesë gjithë emigrantëve, gjithë shqiptarëve, sidomos zonës 23 për ma tepër. Bollë kena eksport